Mesazhi i Papa Leonit të 14 në meshën e parë të vitit të ri. Bota nuk shpëtohet duke mprehur shpatat, por duke mirëpritur dhe falur. Bota nuk shpëtohet duke mprehur shpatat, duke gjykuar, duke shtypur ose duke eliminuar vëllezërit tanë. Kështu deklaroi Papa Leone i 14 në meshën e parë të vitit të ri të mbajtur në Bazilikën e Vatikanit, ku kryesoi kremtimin e meshës me solemnitetin e Marisë së Shenjtë, Nënës së Zotit dhe me rastin e ditës së 59 botërore të paqes. Tema e këtij viti është paqja qoftë me ju të gjithë drejt një paqe të paarmatosur. Papa bëri thirrje për të fortë për paqe, duke theksuar se dhuna, gjykimi dhe shtypja nuk mund të shpëtojnë botën, ndërsa përdori të njëjtat fjalë si në ditën e inaugurimit të tij. Edhe në këtë festë solemne në fillim të vitit të ri, ndërsa i afrohemi përfundimit të jubileut të shpresës, le të qasemi skenës së lindjes së si besim i vendit të paqes, së armatosur dhe të çarmatosur par excellence, një vend bekimi ku mund të kujtojmë mrekullitë që Zoti ka kryer në historinë e shpëtimit në jetën tonë dhe pastaj të nisemi përsëri si dëshmitar të përulur në shpellë duke lavdëruar Perëndin për gjithçka që kemi parë dhe dëgjuar. Le të jetë ky angazhimi ynë, vendimi ynë për muajt që vijnë dhe gjithmonë për jetën tonë të krishterë, u shpreh Ati i Shenjtë. Papa përshëndeti dhe vlerësoi nismat e shumta për paqe të organizuar në mbar botën, duke shprehur mirënjohjen e tij për angazhimin e qytetarëve në promovimin e paqes. Shpreh vlerësimin tim për nismat e të promovuara me këtë rast në të gjithë botën. Në veçanti kujtoi marshimin kombëtar që u zhvillua mbrëm në Catania dhe përshëndes pjesëmarrësit dhe atë organizatën nga Bashkia Sant'Egidios. Papa kujtoi se fillimi i këtij viti shënon 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut. Dua të shtri se cilit person bekimin tim të marrë nga shkrimi i shenjtë. Zoti ju bekov dhe ju ruajt, ju tregoj fytyrën e tij dhe ju mëshiroft. Le ta kthej shikimin e tij mbi ju dhe t'ju jap paqe. Nëna e shenjtit e Zotit na udhëzon në rrugën e vitit të ri, urimet më të mira të gjithëve, shtoi Papa.